Po gërveçarët se jam të kallën për Kosovën, ata e dojnë këtë traditën më shumë. Edhe këta këto. Po duk na nuse mirë. Se ka një treg maqina dhe klientët nuk mund të dallojnë dorën dhe maqinën. Jon të paktët ato maraklit që e dallojnë. Që kam kështë propozu mu diçka për me vesh? Kishëm propozu tash një model 3 që së dala lon shitje dhe shpresojmë të bash një nuse e bukur. Kom ardhë në njënin prej qyteteve më të bukura të Kosovës, në Prizren. Këtu unë kam veshur një veshje nusërie, e cila është me dallam dhe tasfes. Ku për herë të parë e kam provu këtë veshje dhe besoj po duk na nuse mirë. Tani do flasim me zonjën Gjyl Shohe, e cila do na tregoj shumë rreth këtyre veshjeve, e cila i ka punuar tash e sa vite. Unë jam Gjyl Shohe Hoxha Morina, jam nga Malisheva, po jetoj në Prizren. Zonja Gjyl Shohe, që sa kohë merreni ju me këtë profesion, domethënë? Unë mirë me fundore, më tha prej 14 vite. Kemi vazhdu me punë tjera, tashte me këtë biznis jemi që 6 vite. Dhe më tha, kemi fillu, kanë punu dhe nana për para, po kemi pas punë tjera, si krapzat, grepi, dërgjefi, me këto kemi fillu mas luft e këmi. A ju ka pëlqy si profesion? Më ka pëlqy, punoj me qef, dhe bëj punën me qef palodhje, ka është vështirësi, po është me qef. Një treg maqina dhe klientët nuk mund të dallojnë dorën dhe maqinën. Janë të paktët ato maraklit që e dallojnë. Maqina do me tha është një treg që e shkatron tregun. Marrin një lekt për me i punu? Po që që, jelikat ka ma thjeshtit, kështë shkon në 2 javë të një mujë. Po ka jelika ma të ranë që shkon në 2 mujë. është jelek ma i ranë, është jelek ma i kërpun, ka zonat e ndryshme që i veshën ato. Më thonë, zona Prizreni këtu, rrejt e Prizrenit e dojnë mesata. është jeliki që edhe nanat e tune kanë pas këto dhe nuk del pi tregut asnjëherë. Po ka jelika ndryshme, ka moderni, ka ma djetra që përsëritën. Ka dëshirë, ka jelikat ma djetra mi përsëritë edhe njerë. Do me thonë kë mesahata është njëni prej modeleve ma të kërkuar. Modelet ma të kërkuar, është jeliki ma i kërkuar. Prej cilave vene vinë zakonisht për me bli këto? Do me thonë, thuja gjithë Kosova bjen këtu. Se Prizreni është burimi i këtyne gjana. Ka qenë Gjakova, po ta Gjakova ma nuk shkan me këto sene dhe është tashti Prizreni. Unë kësha dosht me po edhe tek pjesa e këmishave, se so kohë marrin ato për me u punu? Këmisha të ndore marrin kohë mjaftoshme. Marrin kohën, më tha kjo, e folëm na jelikën mesata, o këmisha mesata. Kjo merë kohë pak ma pak se këto tjera. Këmisha që merë kohë ma shumë është me ngjyra. Kjo është kontejnë 3 mujë. Është peni shumë i ullë dhe është dizajni më ndryshe. Ki këmisha që shkon me 1 mujë. Ki këmisha shkon edhe 1 vit. Po, këmisha kushtueshme. Atë këmish veç me porosi, ata nuk e bojnë për dyqane, vetëm me porosi. Ata e bojnë veç kush është maraknusja, pak ma marakli. Jo të gjitha nusja. Po ata një këmisha ma thjeshta që dojnë njësëm dallami i ranë, shko këmisha pak ma thjeshta. Jo me ngarku dallamin. Ka këmisha të ndryshme, ka punime të ndryshme, varet pri E nëse është dallami ma pak i ngarkuar, këmisha shkon ma shumë e ngarkuar? Po, këmisha do të më kon pak ma ngarkuar, shalvaret ose fustani që ka të veshur do të më kon ma ngarkuar. Për me dallami ma perfekt. Nëse dallami shumë i ranë, shkon me ma thjesht. Mos më u pamjen e dallamës, tash si për shembull ti që ki vesh këtë veshje, e ki veshën në ranë, këmishën e ki ma thjesht, funin e ki ma thjesht, për me dal pamja te mitani. Jo te funi as te këmisha. Më thonë do të shihet pamja kësaj, punimi këto, jo me ngarku me poshtë. Këto e përmende që është modeli prej modeleve të fundit që akoma nuk ka dalë në shitje, apo më tregon sa kohë ka marrë ky jelek për me punu? Kjo ka marrë kohën 2 muaj.
më punu kjo, në shitje sa dal ala, Do më thonë është Është, komplet po. pundore. krejt është pundore. Me thë punuot njerë, kthejet tani mushet roza, montimi ban i fundit. Shitja ala sa dal kjo. Po. Tash kalojmë këtë pjesën e dallamave. A kishe mujt me na tregu se sa kohë marrin dallamat? Dallamat marrin kohën ma shumë. Ki dallama që merr kohë ma pak, shkon me 1 muj, ki dallam që shkon me 2 muj, dallama që merr kohën ma shumë, është dallamat e fundit. E ki dallamën, kem merr kohë ma shumë, është model ma i ranë, e ki kjo, edhe kjo, merr kohë shumë. Dhe më pak njena e ki modelet që janë ma të rana, marrin kohë shumë ma shumë. Cila prej tyre është më e kërkuara? Për tash të është ma e kërkuar me ngjyra. Më thonë vajzat tash janë ma të gëzimshme dhe rezervojnë në ngjyra. Kanë shku me këto ngjyra, është dallami tash me ngjyra. Kjo Dallamat që shkojnë me ngjyra, ka shku bardhazi, shkon kjo, shkon me plisht bardha, plishin gjelbërt, mbaret vajzat që janë të gëzimshme. Po përgjësia është e ari. e këtu nej? Këto janë fustana. Këto fustana shkojnë me dallama, dhe më thonë, e zgjedh dallamen e ki fustana. Në atë çmim e merr edhe një fustan. Përveç lekëve, mitanave, dallamave, këmishave, ju punoni edhe aksesor që janë mindilat, kurorat. A kishe mujt me na tregu sa kohë të marrin për shembull këta për me punu? Tash e ka mendilat ndryshëm. Ka, tash për shembull ky shkon me kohë më pak. Kjo merr kohën gati këtu sa një këmish. Është punon marron, merr kohë më shumë, po para 3 ditë kjo nuk gati. Edhe kjo punon pak më atë. Po këta mendila do të thonë kur të shesim na çdo sen na japim dhe gratis. I kanë bakshishe këto. Po këto i kanë edhe kucat. Do më thonë edhe këpust ju i punoni vetë. Kucat janë pundore, nuk ka montimi dihet se na ato se bën në fabrika, punojmë edhe prej këtyne lule, pjesë e këtyne, do të thonë varet çka zgjedh Po, klienti. prej shijes njerëzve. Për gjitha punojmë edhe për fejsa. Do thonë peshkjer për fejsa, lule, buçete, të gjitha ti. Po ato sa Fejs, kohë ju martes, i ki këto. Ato sa kohë ju marrin? Ato nuk për marrin me punu? kohë shumë, nuk marrin kohë shumë. Do më thaj kom vajzat e përgatitin e kohën, ato nuk shkar shumë. Kush ju ndihmon juve këto për me punu? Këto është, më thonë, biznis familjar. Punoj vesh me vajzat, kam 5 vajza punojnë bashkë. Ndihmojnë motrat, këto tjerat, më thonë, me vajzat punojnë, me 5 vajzat. A ki dëshirë me trashëgu këtë profesion, që edhe vajzat e tua pas një Kam kohë dëshirë. halo më marrë me këtë Kam profesion? dëshirë me trashëgu vajzat, po ta shohim cilla pe ka Marakin. Pos ma shumë interesim vitin e kaluar apo këtë vit tani? Shqeqat, këto gjithmonë ki rritje ma shumë. Ka pas në atë vit, jam ka në knashme me atë vit, po me këtë vit jam edhe ma knashme. Ka kërkesa, ka porosia, jemi të knashme, dhe me këtu jemi të knashme. A janë ma shumë të interesun gurbeqartë me bli, a këta që jetojnë këtu në Kosovë? Po gërbeqarët se jam të kallën për Kosovën, ata e dojnë këtë traditën ma shumë, edhe këta këtu, po janë kushtet pak ma doptat. A ka për shembull që vinë me ta tregojnë ai fotografi që thonë që pedu me pas çështo identike dallamën ose i lekun ose këmishën? Po, ka ashtu. Vinë me foto, vinë me kërkesat e veta, mundohem ju plotësu dëshirën çdo klientit, jem kontakt, vetë punohet dallam ose mitan ose pa marrë parasysh ka është, jem kontakt me klientin, këtu punu t'ja dërgu fotot, dhe jemi tash jemi ka shumë të kënaqur të dy palë. Zonja Gjylqae, a keni ndaj moment të mirë ose ndaj moment jo të mirë gjatë këtyre viteve? Momente ka dy anësh, edhe të mira A kishe edhe mujtë me na cek një vështirësi. të mirë dhe një jo të mirë? Momente të mira ka për të del mishteria të kënaqur, për të kthehet për dyta herë dhe vjet falenderën ose se të bjeni peshesh, thotë i ndal shumë me ty e kënaqshme, ose ta bjeni klient tjetër thotë i ndal e kënaqshme me ty. Po ka klienta që bjen një herë,
nuk i përshtatna për te mohabeti, shkon puna se për punën kom qef me shku shtritje. Po jeta ka batica dhe zot.